erdha me pa se ku I kam tigrat këtu në Deçan. Mirë, dita juve, faleminderit që keni ardhur në Deçan, po zhvillohet Deçani, o bodë me ka 2 traka. Ma mirë kisha thonë me thonë qingjat e Deçanit. Unë shqip tigër. Asia? Ja. Po t'jo rahat pra. Unë e kam marrë këtu në qytetin e Deçanit, edhe e kom një shumë shpesh tigër I Deçanit. Erdha me pa se ku I kam tigrat këtu në Deçan, edhe po du me I pyet se prej nga ju ka met kjo tigrat e Deçanit. Shkojmë bashkë dhe I pytim, edhe keni marrë vesh pse janë tigra këta. Ciao. Unë shqip tigër. Asia? Ja. Po t'jo rahat pra. A po a? Unë jam VV. I pari shqiptari jam I Deçanit si jam VV. Çka të pëlqen Deçan? Deçan e mirë, A ka një sent mirë? tanat mirë janë. Çka ka një sent keq pra? As di salt, S'kam kur gjë të keq, a? hiç, Ma të mirë s'ka. hiç. Faleminderit shumë. Edhe Rita mirë, tonit mirë, Kush e mirë? edhe Shkenderaj tonë mirë. Faleminderit shumë. Shtet. Falesh mirë bashkë. Ja nisi pak ndryshe. Mirë, dita juve, faleminderit që keni ardhur në Deçan. Deçani si qytet është shumë I mirë, se cilën ditë ma tutje dhe tëtë po zhvillohet Deçani, o bodë me ka 2 traka. Faleminderit kryetarit Bashkim Ramos, I cili po punon shumë faleminderit. Tani vazhdojmë pak me Sali Berishit. Faleminderit Deçan. Jeni njerëz të mrekullueshëm, me qenë se është vizita e parë që vi këtu në Deçan dhe shoh kaq njerëz të devotshëm e punëtor ju prifte mbara. Prej nga ju ka me të emrit tigrat e Deçanit. Emri tigrat e Deçanit na ka met prej si humoristi jon I njohur, I cili gjendet edhe në diasporë, e ka marrë si shprehi për me na shti ma shumë me keshët të publikin, se faktikisht na jemi afër bjeshve, po nuk do të thotë që jemi të rrethuar prej tigra, po na faktikisht tigra jemi vetë. Kështu që besoj aja ka bua edhe ma shumë edhe për të qesh njerëz për me pas publik pak ma të mirë, si me dhe. Në çfarë kuptimi po të çojni tigra vetë? Në çfarë kuptimi? Në atë kuptimin që zemrën e kem të fort, jemi bëmjes shumë, edhe falim shumë. A falni për një me a? Seriozisht falim shumë. Ju ka dalë zoni për pak të shtirë, a jeni të të shtirë? Ja, gabim, më shpejt ajo, se faktikisht në realitet na jemi shumë të butë, ma mirë kisha thonë me thonë qingjat e Deçanit, si sa tigrat e Deçanit. Po thu me ndru të asha? Kisha thonë që edhe ashtu na u kish përshtat mirë. Cila ju kështë përshtat më mirë? Ma mirë është tigër, se faktikisht pak rrim ma krenar, a I mirë e ka cek aty, po faktikisht jemi edhe të tuar shumë. A ka pengu në herë si sa nëse ka thonë ty dikosh direkt, o tigër bre, se e kom një ka herë në qëto këtë tanë? Jo, për kundrazi edhe më ka bu më një edhe ma krenar. Do më hati një e shkrenar, kur dikosh të thotë qështo? Unë e po. Okej. Çka është një mesazh prej teje për ata që nuk e kuptojnë definicionin tigrit të Deçanit? Për ata që nuk e kuptojnë definicionin e tigrit të Deçanit, I kisha këshillu që të vinë ma shpesh në Deçanit, I shohin Deçanalit, edhe kanë mu binë se faktikisht jemi me të vërtet, jemi njerëz që komunikojnë mirë edhe respektojnë do të thotë secilin. Unë për vetë se këtë në Deçan, së më ram me pa shumë venin, se di që që një ajnë të shtirë, veç me qëka këmni. Okej, vendi është shumë I mirë, Deçani është si qytet është e vogël, po rrethimin e ka zgjeruar, do të thotë ne jemi do të thotë shumë tigra. Dush më thonë dy sene, Hajde. Misani mirë në Deçan edhe Misani keq në Deçan. Misani mirë në Deçan është bjesht që e rrethoj, e sa të keq nuk ku mujt hala me pa. Nashta krejt ashtu nuk pe bëjt ashtë që edhe ashtu, po pak jemi tashpër, po megjithatë me të mirët që I kemi ma shumë, do të thotë edhe këto e ka përcej.